5 muaj pasi mori konfirmimin për mandatin e dytë në krye të Partisë Demokratike, Memli Krasniqi dha dorëheqjen nga kjo pozitë. Në një konferencë për media të mërkurën, Krasniqi listoi disa arsye pse mori vendimin për dorëheqje. Njën nga to tha se është bindja e tij se kryetari i PDK-s duhet të jetë edhe kandidat për kryeministër. E në prag të zgjedhjeve të mundshme të jashtëzakonshme, u shpreh se nuk ka aso ambiciesh. Sot pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi tha se vendimi ishte tërësisht i tij dhe se nuk u ndikuan nga askush. E ndër arsyet përmendi edhe rezultatin në zgjedhje lokale e edhe problemet në Drenas. Zoti Thaçi e zoti Veseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai u shpreh krenar për angazhimin e tij në PDK për 4 vjet e gjysmë sa e ka drejtuar atë. Unë kam marrë detyrën e kryetarit PDK-s në një udhëkryq të madh. Me vetëm 5 komuna në udhëheqje dhe me 148.000 vota në zgjedhje nacionale. Me 18 deputet dhe me mbështetje prej rreth 11% në sondazhe. Sot jam krenar me atë që kemi arritur, por kjo nuk është përmbushje ambicjeve tona. Krasniqi ka thirrur konventën e jashtëzakonshme të partisë për të hënën, ku tha se do të zgjidhet kryetari i ri. Tha se preferon që Bedri Hamza ta pasojë. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë. Hamza është prej figurave të shumta të partisë që ka reaguar duke vlerësuar rolin e Krasniqit në PDK. Ka reaguar edhe kryetari i rizgjedhur i Drenasit, Ramiz Ladrovci, i cili e ka mirëpritur vendimin. Kryetari i deritanishëm i PDK-s Krasniqi theksoi se dorëheqja nga drejtimi i partisë nuk do ta zbehë angazhimin e tij për ta forcuar PDK-n me synimin, siç tha, për ta hequr Albin Kurtin prej qeverisë.